Vjen nga studentët e dikurshëm dhe vjen nga rinia e sotme kryesisht. Pra vjen nga njerëz që shqetësim kanë atë publiken, nuk kanë shqetësim privaten. Se kush ishte student atëherë hynte përsëri në një stres disi më të favorizuar ose më të pëlqyer nga regjimi. Nuk ishin në student njerëz që ishin të persekutuar, të dëmtuar nga regjimi, pra nuk ishin një arsye personale, ekonomike apo sociale, kishin arsye kolektive. Ngjarja 90-s, në ngjashmëri padyshim edhe me të sotmen, ka një veçanti. Ne gjithmonë na ka udhëhequr në ndryshimet tona të mëdha historike, që nga pavarësia. Na ka udhëhequr një lojë politike e lojtarëve, aktorëve të rëndësishëm politik, ekonomik e social, pra nuk e kemi bërë vetë, nuk ka qenë e bërë nga ne. Ka qenë dhe një çik mall importi. E njëjta gjë lufta dytë botërore, ne u përfshim sepse u përfshi bota, se ne ishim pushtuar para se fillonte lufta dytë botërore dhe nuk kishim reaguar si shoqëri. Edhe komunizmi ishte përsëri një mall importi, pra diçka që kishte ndodhur në botë, ndodhi edhe tek ne. Padyshim edhe në 90-ta ishte deri diku një mall importi, por u bën nga shoqëria, nuk u bën nga elita. Pavarësinë e bën elitat. Luftën e dytë botërore, përfshirjen me komunist apo nacionalist e kishin prap elitat. Në 90-tën e bëri shoqëria. Ajo mas kritike në mes të shoqërisë, që është mas në numra e vogël, po që prodhon mendimin dhe profilizon shoqërinë. Pra kjo protestë sot në Europë, pavarësisht se për çfarë agjendash politike përdoret, nga e majta, nga anti-trumpistët, nga ambientalistët, nga kushdo, sot na propozon në sytë e Europës si më europian s'ka ku të vej. Pse? Ndërkohë që po akseson Shqipëria në Europë, jo për merit të vetë më shumë se sa për interesa gjeopolitike të Europës, pra antarësimi ynë po përshpejtohet, sepse Europa ka interes t'i kyçi brenda vetes vendet e rajonit, përfshi dhe Ukrainën, por nga ana tjetër, të gjitha këto vende perceptohen nga europiani i thjesht si vende me deficiencë të fortë demokracie, të që është realitet deri diku, dhe me deficiencë të madhe kulturore. Kjo protest e zbe rezistencën e një europiani skeptik për zjerimin, e zbe duke thënë prit se këta që janë europian. Këta fliskan për mjedisin, një lloj si ne. Këta protestojnë kundër qeverisë për transparencë, një lloj si ne. Këta kërkojnë mirë qeverisje edhe kur janë të pasur, apo fëmijë të pasur. Kjo është ajo Shqipëria e panjohur, po themi. Eksakt. Atë që nuk e përfaqëson dot kryeministri as me atlete, as me kravata me lule, as me bloqe me piktura. Ai bën pjesën e tij po si elitë dhe politik. Kjo që bëjnë qytetarët shqiptar në atë protestë që thash, është më shëndetshmja, më pluralistja. Ajo i tregon Europës si shqiptarët që nga europian. Na bën realisht ata që ndoshta nuk jemi tamam, po na propozon pjesën tonë më të mirë, pjesën pro-perëndimore, pro-europiane. Kadilli, duhet mbetet këtu, apo duhet bëhet diçka ndryshe për ta rrëzuar vërtet sistemin duopol që ekziston në Shqipëri prej viteve 92? Ose çfarë duhet bëjnë? Një këshill publike, po të elaboruar, të lutem, që ti i jep organizatorëve, koordinatorëve, ata që merren me protestën, sepse nuk është një grup i vogël, janë shumë njerëz që merren me koordinime, po koordinime nuk po flas politike, koordinime organizative. Në mënyrën më të ndershme, gjithmonë jam shmangur pyetjeve, jepi këshill, çfarë do t'i këshilloje, po themi Berishës, Bashës, Ramës etj. Jo, ata nuk i këshilloj. Dhe nuk e meritojnë. Nuk e meritojnë sepse kanë pas kohë boll të marrin këshilla jo nga Kadilli, po nga kushdo, nga populli etj etj, se janë në kontakt intensiv. Po kjo që është një gjë kaq e veçantë, kaq e pastër, me prurje siç e thatë ju nga të gjitha llojet, janë shumë prenj që bashkohen në këtë lumë. Këshilla e parë është mos e radikalizoni në një profil o një profil tjetër. Që do thotë? Tjetë sa më pluraliste. Mos dominohet nga radikalizmat, qofshin ato që janë më të rrezikshme, që është islami politik, e majta radikale, apo dhe konservatorizmi radikal, nacionalizmi ekstrem. Çdo le të jenë aty prezent sepse janë pjesë e shoqërisë dhe shoqëria përderisa shprehet edhe politikisht nëpërmjet këtyre segmenteve radikale, i ka dhe duhet i ketë. Në këtë polis, në këtë shesh të qytetit, duhet janë të gjithë dhe le të kanë vendin e tyre të gjithë. Por nëse radikalizmi pengon atë që nuk është radikale, rrezikon dhe ngushton protestën. Protesta duhet vinë në rritje.
Çdo element brenda protestës duhet të ketë hapësirën e vet. Kush mendon ta personalizojë në emër të një doktrine të caktuar, e rrezikon protestën. Dhe unë jam parë si kritik ndaj protestës, jo, unë kam paralajmërim për çfarë rrezikon protestën. Zgjerimi, mbajtja e pluralitetit dhe dalja me kërkesa politike. Kur them politike, duhet të jenë kërkesa të natyrës, do të thonë, jo politike të thjeshtuara, por drejtën në shinjestër. Që do thotë? Pra ju përmendit sistemi dy partijak që ne kemi. Unë nuk jam kundër sistemit dy partijak. Nuk ka sistem të mirë apo të keq. Ka sistem që funksionon ose nuk funksionon. Ajo që nuk funksionon në Shqipëri dhe që duhet ndryshuar në mënyrë urgjente nga politika është ne kemi katandisur jo në një sistem që kontrollohet nga partitë. Ne kemi katandisur në një sistem që kontrollohet nga kryetarët. Pra nga dy individ. Kryetari i PS-s dhe kryetari i PD-s. Këta kontrollojnë gjithçka. Pse? Kryetari bën listat kush futet dhe kush nuk futet për deputet. Pra, kush është politikan i Partisë Socialiste, Demokratike apo dhe LSI-s që ishte aktor deri diku, i cakton kryetari. Dhe mbasi cakton kryetari, këta njerëz nuk kanë më zë independent. Shumë rrallë ndodh që dikush për arsye bindjesh ose edhe personale mund të bëjë shkëputje. Por bën shkëputje dhe mbetet jashtë. Nuk bën dot një shkëputje dhe vazhdon të jetë aktor dhe i rëndësishëm në lojë. Kjo si ndryshohet? Duke ndryshuar dizenjimin e sistemit demokratik që ne kemi. 2 mandate jo më shumë. Kryeministri e bëri Hungaria tani. Po. Të vihet kufizim. Qofse nuk është kufizim moral, vihet me ligj. Për shembull, Amerika ka pasur nga presidenti i parë, George Washington, e ka pas 2 mandate dhe ikte presidenti, nuk garonte për të tretë. Nuk që e shkruar në ligj. Ishte vullneti i mirë i presidentëve. E shkeli një president shumë i mirë, nga më të lavdëruarit, e shkeli Roosevelti. Fitoi në 32-shin, e mori zyrën në janar 33-shit, e mori për herë të dytë në janar të 37-s, e mori për herë të tretë në janar të 40-s, e mori edhe për herë të katërt në janar të 44-s. Dhe atëherë vetë amerikanët kanë prit një traditë 150-60 vjeçare, u shkel nga i presidenti i shkëlqyer, por nuk duhet shkelur. Pse? Në qoftë se ti ke për t'i dhënë një vendi, apo një qoftë edhe ju keni eksperiencat e tua si gazetar. Nuk krihet në një studio, në një profil gazetaresk gjithë jetën. Njeriu tenton të ndryshojë, të eksperimentojë, të japi maksimumin atje ku ka gjetjen e vet. Po politika. Se profesioni është i ngushtë, është profesion. Po politika që mbulon 360 gradë të shoqërisë, të ekonomisë, të gjithçka e tjetër, të sistemeve tona etike etj. Si mund të ri pa fund një njeri?